A e ka prerë në besë Albin Kurti dhe ka pas qëllim të eliminoj politikisht Vjosa Osmani, a i beson jeton Zogjani? Po, a din qysh, problemi është që shpret kjo me prej në besë, është politik. Lojra politike i ka konvenua, ka mojë, si ka konvenua, ka qitë qaq. Ku ka besë në politikë? Ka prej në besë kërkosh. Si ka hecë matematikisht me ty, ka ndru partner, qaq. Ka prej në besë. Matematikisht i ka shku më shumë. Po si ka shku sepse ka qenë mandati i fundit i Vjosa Osmanit si presidente, edhe potencialisht e ka llogaritur që mund të jetë një presidente e papërshtatshme për 5 vitet e ardhshme. Kjo ka qenë kalkulimi i thjeshtë. Pola tjetër mund me konfirmu këtë pjesë se mund me pasë. Gjysmë e vërtet? Por jo, kjo është 100% e vërtet. A mundesh me garantu që i ka pas vota? Urna? Na e kena deklaratën e Glaukon Jupsës ku ka thonë specifikisht. Ka thonë, ne nuk e dëshirua ma për presidente. Pik. Në qofë edhe këto, në qofë se kontestoni për besë se dyshi i partisë. E që është gjysmë e vërtet në qofë se ka thonë dyshi i partisë? Nashtam keq kuptove, s'po thëmë gjysmë e vërtet në atë kuptimin që... Jo, më po bazohen atë deklaratat e akterëve të vendosjes. Është një e vërtet që apo thu, është edhe një e vërtet. Po edhe që kjo e vërteta, kjo po thot 3 vota si kam pas, qa me bo? Kjo po thet, na se kena dasht ma për presidente dyshi i partisë vetëvendosje.